leadershipit apo krijohet dhe perfeksionohet me kohë? Lider mund të lindësh si lider, po gjithherë po e seku se nuk mjafton të jesh lider i lindur, po kjo është një plus shumë i madh. Ku e kam vrejt unë gjatë përvojës time me kolegë të mi cili është lider i shitur, i lindur e cili është lider i trajnum, sepse ata gjithherë reflektojnë një leadership edhe një gatishmëri për me ndihmu tjerëve, një gatishmëri përgjegjësie. Ata gjithë janë të parët për përgjegjësi. Të lindurit po mendojnë. Të lindurit. Ata e jetojnë përgjegjësinë në mënyrën pozitive, edhe aty e dallon. Po edhe ata ka nevojë për trajnime, metodat, strategjitë, njohja e karaktereve tjera, domethënë trajnimet janë pa e vëdishme. Pikrisht nëse mbesim tek trajnime, duhet pyes për rezultatet që ke parë, apo si ka qenë ndikimi ndoshta para se me ardhë në trajnim dhe pas trajnimeve, ndoshta ndonjë rezultat që kishe dashur me veçu që ka ndiku goxha shumë, që ndoshta edhe ke marrë edhe pastaj reagime pas trajnimit, si ka ndiku? Te vetja ime? Por edhe tek ata që ke pas pjesë trajnimeve ndryshme. Unë kam pas shumë kandidat që mbas trajnimeve kanë pasur një feedback shumë pozitiv, ka pas edhe feedback negativ, sigurisht se unë gjithherë kërkoj dy anët, sepse edhe unë si trajnere zhvillona ko pas kohë. Reagimet e para kanë qenë që kritiken nuk e marrin ma si kritik, po e marrin si pjesë të zhvillimit, janë ma pozitiv gjatë kritikës, edhe metodologjia, për shembull në Kosovë, po e jap shembull këtu që shumë shpesh organizimi i punës nuk ka shku në grup ashtu siç duhet,